Shtrirja e dorës së ndihmës për veprën e mirë. Detyrat të caktuara që janë të mëdha dhe të rëndësishme nuk mund të kryhen pa ndihmën e ndonjërit. Nëse mund të gjendet ndonjë ndihmë, puna e njëjtë mund të kryhet më lehtë. Nëse njeriu vazhdon të punojë vetëm, ai nuk do të arriti kryej shumë punë. Rrallë ndodh që një person i vetëm të themelojë dhe të drejtojë një organizat për mirëqenie sociale. Një individ nuk mund ta udhëheqë spitalin, shkollën, xhamin, jetimoren, bibliotekën e të tjerë pa e pasur ndonjërin për ndihmë. Në fakt, vetëm një person as nuk mund të drejtojë një organizat të tillë në mënyrë individuale. Me ndihmën e të tjerëve dhe kooperimin, puna mund të përfundohet deri në përkryerje. Çdo komb, populli i të cilit e ka shpirtin e ndihmës reciproke dhe të kooperimit, do të jetë një komb i suksesshëm. Në këtë drejtim, Islami është një sistem gjithëpërfshirës që u bën thirrje njerëzve të bashkohen për të mirën dhe dobinë e të gjithëve. Kurani thot: ndihmojeni njëri tjetrin në sinqeritet dhe devotshmëri dhe mos i ndihmoni njëri tjetrit në mëkat dhe agresion. Surja e 5, ajeti 4. Aliu, urdhëruesi i besimtarëve, thot: kooperimi me qëllim të mbajtjes së të vërtetës është besnikëri dhe ndershmëri. Shpirti i kooperimit dhe i atmosferës shoqërore lëshon rrënjë vetëm prej fëmijërisë. Fatmirësisht që në jetë njerëzore kanë natyrën e shoqërimit që prej lindjes, por gjithnjë ekziston nevoja e zhvillimit të mëtutjeshëm të këtij instikti. Prindërit që janë të etshëm për dhënien e rritjes së mirë ndaj fëmijëve të tyre e inkurajojnë instiktin e shoqërimit tek ata dhe sigurojnë lodra dhe lojra që kërkojnë pjesëmarrjen grupore. Ata mund t'u japin në lodra atyre dhe për të luajtur me to duhet të marrin pjesë më shumë se një fëmijë. Ata mund t'i inkurajojnë fëmijët që t'i ruajnë bashkarisht paratë dhe t'i përdorin në ndonjë vend të mirë me udhëzimin e prindërve. Me këtë kursim kolektiv ata mund të blejnë fruta dhe ëmbëlsira për t'u shpërndar të smurve, të varfërve dhe atyre që kanë nevojë. Prindërit mund të shtojnë ndonjë para në këtë sasi dhe të ndihmojnë gjatë blerjes dhe shpërndarjes së frutave. Po ashtu këto kursime mund t'u japin kohë mbas kohe organizatave humanitare ose mund t'i adhurojnë ato para ndonjë biblioteke publike me qëllim të blerjes së librave. Prindërit mund t'i inkurajojnë fëmijët të formojnë një kuvent të vogël dhe të iniciojnë vetvetiu ndonjë veprimtari humanitare. Nëse prindërit janë antar të ndonjë organizate humanitare, ata duhet të iniciojnë edhe fëmijët e tyre për aktivitete të tilla. Ata mund t'u japin fëmijëve ndonjë para që të kontribuojnë personalisht në fondin e organizatës dhe ta bëjnë atë antar të rregullt.